të themi se shkaktari kryesor është niveli I madh I shirave që ranë gjatë këtyre ditëve. Shkaktarët e vërshimeve lidhen kryesisht me rreshtet e mëdha të shiut dhe gjendjen e shtretërve të lumenjve, që në shumë zona nuk janë trajtuar dhe mirëmbajtur prej kohësh. Ngushtimi I tyre dhe mungesa e ndërhyrjeve të nevojshme kanë bërë që lumenjt të mos arrijnë të përballojnë sasinë e rreshjeve, duke u shndruar në burim rreziku për zonat e banuara. Megjithse janë ndërmarrë disa masa për pastrimin e kanaleve, mungesa e një trajtimi të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës vazhdon të mbetet sfidë. Mund të themi se shkaktari kryesor është niveli I madh I shirave që ranë gjatë këtyre ditëve. Mund të themi që edhe mbetorinat ose pakujdesi I qytetarëve me hudhjen e mbetorinave rreth shtretët e lumenjve ose prockave ose edhe tek kanalet kulluese, edhe ai mund të jetë një faktor dytësor. Komuna Drenase dihet nivelin e saj ka bijdetare dhe për atë arsye na jemi niveli I ulët dhe për atë arsye kemi her pas here probleme me vërshimet.